Çfarë ju ka bërë përshtypje nga kjo protestë krahasuar me protestat e kohëve më parë? Çfarë është ndryshe nga kjo protestë sipas jush? Kjo ka të ndryshme faktin se bëhet kundër gjithë klasës politike. Pra, në vitin 97, ku kam qenë pjesë edhe i protestave, ishte një parti në pushtet, që ishte Partia Demokratike e Sali Berisë në atë kohë, që ishte përgjegjëse me qeverinë e saj për piramidat, si thash, dhe rënja e piramidave krijoi pakënaqësi të madhe në popull. Populli u ngrit, po filloi të drejtohet nga partitë e tjera të gjitha që bën një koalicion, u bën një forum për demokraci atëherë, që s'ishin provuar në pushtet, ku ishte edhe Partia Socialiste edhe Partitë Djathta, ishin shumë parti, ishin 12 parti që krijuan një forum dhe që udhëhoqën protestat. Por ishte një klasë politike që ishte kundërshtare, që ishte aty. Kjo është tash kundër gjithë klasës politike, s'mund të thosh më, sepse kanë qenë pushtet dhe PD-ja apo jo dhe PS-ja, kanë lidhur edhe ca parti të vogla që janë më të pranuara, se ato s'kanë qenë, po dhe ato në një farë mënyrë gati për pjesën e madhe të atyre njerëzve që janë aty, të merresh me politikë, do të thosh të hysh për të vjedhur njerëzit. Dhe ky është një problem i madh, se si mund krijohet një kulturë politike dhe parti politike që nuk kanë më këtë mosbesim të njerëzve, po që fillojnë të krijojnë besimin. Kjo është për tu parë akoma. Pra, kjo është një protestë, këtë ka karakteristikë kryesore, që është kundër gjithë klasës politike dhe kundër politikës tërësi. Sigurisht është dhe protestë kundër oligarkisë, edhe krimit organizuar që është i përfshirë në politikë, si instrumenti i politikës, por që ka qenë dhe përpara, ka pasur një protestë ngjashme kur ishte një tentativë Ramës për të sjellë armët kimike të Sirisë në Shqipëri. Kjo ishte sapo mori pushtetin, 2013 ose 14, nuk ta them dot eksaktësisht. 2013. Edhe aty kishte një protestë pak a shumë që ishte kundra gjithë klasë politike, se Sali Berishën sapo e kishin nxjerrë jashtë pushtetit me vota, ky erdhi filloi të bëj këto gjëra dhe u ngrit shoqëria civile, u ngritën, po ishte një ditë a dy dhe ai u tërhoq. Kjo që është kaq e gjatë, kjo s'ka bërë vaki ndonjëherë. Mund të krahasohet me protestat e vitit 90-91, studentore në atë kohë, grevori e gjitha këto. Po, mund të krahasohet me ato dhe për nga rëndësia epokale, nëse do të ketë një sukses.